Përshëndetje të dashur miq të emisionit Personazhe në Fokus. Siç e shikoni, tashmë jemi në Bashkinë e Kuçovës. Pikërisht të shtunë kemi zgjedhur personazhin kryesor dhe kryebashkiakun e Bashkisë së Kuçovës, zotin Kreshnik Hajdari. Zoti Hajdari, faleminderit që jeni bërë pjesë shpeshherë e emisioneve televizive të televizionit Apollon, por edhe në shumë kronikash që vetë bashkia ka nisur të jepë një investime shumë të rëndësishme të qytetit dhe të Bashkisë Kuçovës në tërësi. Ne falenderoj që jemi njerë mirë se erdhët, se jeni në shtëpinë time në Kuçovë dhe mirë se erdhët në Kuçovë. Dhe përpara se të vazhdojmë pjesën e punës, dua të shpreh një falënderim që ju si gazetarë të televizionit juaj gjeni kohën të pasqyroni Kuçovën dhe gjithë punët që ne si bashki, por jo vetëm bashkia, kemi zgjedhur të bëjmë gjatë kësaj periudhe që ju keni ardhur, ashtu sikurse po e shikoni edhe vetë, ti transmetoni dhe ti shfaqni në televizionin tuaj për gjithë publikun, jo vetëm kuçovar, por edhe publikun më tepër dhe më gjerë se sa Kuçova. Shpeshherë Kuçova ka qenë në syrin e atyre skeptikëve si pjesë që ka probleme të ndryshme, ashtu si shumë bashki në territorin shqiptar. Po pikërisht Kuçova është kthyer në një kantier ndërtimesh sipas vëzhgimit që ne kemi bërë me kamerën tonë në shumë rrugë, në shumë njësi, në shumë bashkia juaj, përveç se ka dhënë ato mundësitë e financiare dhe kontributit dhe taksat e qytetarëve, në këtë bashki janë hedhur aty ku qytetarët kërkojnë atë ndihmesën e parë për të qenë ato pjesën e qytetarisë brenda Bashkisë së Kuçovës. Dhe ne pikërisht për vitin 2025 bashkë kemi qenë në një intervistë të gjatë që është shfaqur para vitit të ri, ka qenë data 25 dhjetor, ka qenë për Krishtlindje, dhe ju keni sjellur një mori investime shtatë i vitit, ku shpesh disa investimet më dhanë ju na i latë për vitin 2026 dhe pikërisht emisioni Personazhe në Fokus mori spunto për të na sjellë sot drejt për drejt zotin Hajdari për të thënë ato çka ne lam për vitin 2025 për t'ia bërë surprizë edhe qytetarëve të Kuçovës në këtë emision, pasi është një nga emisionet më të ndjekura në televizionin Apollon, i cili ka një audiencë të madhe, pasi shumë shikuesët e bashkisë suaj janë pjesë e televizionit ton dhe shpesh herë na thonë që bashkia ka një prerje shumë të mirë në investimet që ka marrë në pjesën e njësive administrative, rrugëve dhe diçka. Dhe ne pikërisht u bëm pjesë që të ftonin përsëri në këto 4 muajt e para të vitit për të na sjellur se çfarë ju keni ato projektet e mëdha për t'i sjellë qytetarëve dhe Bashkisë së Kuçovës si një kryebashkiakët kryesor që dhe djatarës time për emisionin këtu, më shikoj shumë qytetarë që ju takuat në rrugë, biseduat me ata, komunikohet në mënyrë drejt për drejt me ata, ashtu si Kreshniku e shiqet në gjithë pozicionet. Gjithsesi ty të pyetjet tona, sepse na duan më shumë pyetje për qytetarët se sa ato fjalët që të tjerët bëjnë gjithmonë në lozhin e emrit tuaj. Për vitin 2026, cilat janë investimet konkrete që kanë nisur në të gjithë territorin e Bashkisë Kuçovë dhe çfarë masash pritet të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve këto lloj investimesh? Qemi, unë do bëj dhe unë një parashtrim përpara se të hyj direkt në përgjigje të pyetjes së fundit, do bëj një parashtrim pak më të gjerë, ashtu sikur që bëhet edhe ju pjesën e pyetjes. Natyrisht që gjithë territori i bashkisë ka problematika dhe problematikat apo kërkesat qytetare nuk mund të zgjidhen dot gjithmonë, apo atëherë kur duam, apo atëherë kur qytetari e kërkon. Kërkesat e tyre me të drejtë janë të drejta, vinë në rritje gjithmonë kërkesat qytetare, por ne si bashki jemi munduar që ashtu sikurse edhe ju e thatë në konstatimin tuaj, sepse janë gjëra të dukshme, dhe ju e keni ndjekur edhe me kamerën tuaj, jemi munduar që financat e bashkisë të jenë sa më mirë të administruara dhe natyrisht të shkojnë për investime apo për shërbime sipas kërkesave qytetare. Ne çdo vit, në fakt është dhe detyrim ligjor, por çdo vit bëjmë dëgjesa qytetare, madje 2 herë në vit. Njëherë bëjmë në periudha pranverës dhe njëherë në periudhën e vjeshtës përpara se të ndërtojmë dhe të miratojmë buxhetin e bashkisë, marrim kërkesat e banorëve dhe mundohemi sipas buxhetit, sipas financave që
ato investimet t'i bëjmë atje ku kërkesat dhe nevojat janë më të mba. Po më vjet mirë që ju e përmendët dhe e kujtuat edhe intervistën e fundit që dham në fund vitit, ku në atë intervistë ne kishim kujtuar ose kishim thënë se disa prej investimeve që ishin në mbyllje të vitit dhe në fillim të vitit, që nuk janë prej 2026, sepse do ta them pak më vonë, por po të shikoni sot, të shkojmë në terren, një pjesë të tyre ju edhe i keni publikuar dhe i keni parë, do të shikojmë që nga dhjetori dhe deri sot që jemi në maj, të gjitha ato që thanë në dhjetor, se kam parasysh atë fjalën skeptik. Janë premtime të mbajtura. Se thatë ju fjalën e përmend pak fjalën skeptik, ja pra që ne në Bashkinë Kuçov, nëse japim fjalën, e realizojmë. E japim pak me rezerva dhe nuk e lëshojmë fjalën pa dogan, por e rëndësishme është që ato që i themi brenda mundësive tona dhe mundohemi të realizojmë ashtu sikurse mund të jetë më e mira për komunitetin. Në fillim të këtij viti e kemi realizuar dhe janë në mbyllje një pjesë e mirë e investimeve. Unë do të përmendja nëse më lejon edhe ti përmend. Patjetër. Do të përmendja rikualifikimin e një bloku lagje e një bloku banimi në lagjen e Maj. Do të përmendja rikualifikimin e rrugës Llambishella ose se me emra, unë kam thënë me emra mbase qytetarët nuk janë shumë të mësuar me sistemin e adresave, por do t'i përmend edhe me pika njohje siç e njohim këtu në Kuçov ose që si njohin qytetarët e Kuçovës në jetën e përditshme, si rruga e Milvës. Do të përmendja rrugën në lagjen Toli në fshatin Kozare, që është duke u ndërtuar, duke u rikualifikuar, madje ne jemi në fazën e riasfaltimit. Këto ditë të brenda kësaj jave do të hidhet edhe asfalti. Natyrisht shkolla në Avaleas është duke u ndërtuar dhe po vazhdon me ritme të këndshme, ku do jetë një shkollë jo thjesht e rikonstruktuar, por gjithë komunitetit të njësisë administrative Kozare, do të japim edhe ambiente sportive ku jo vetëm nxënësit, por edhe të rinjtë e tjerë të zonës të kenë mundësi të shfrytëzojnë ambientet sportive. Këto janë ato që janë në fazën e përfundimit të investimit, ndërkohë për vitin 2026 që jemi në vijim, por që është janë në fazën e përgatitjes dokumentacionit dhe të hidhen për prokurim, që do të mbyllen brenda 2026, kuptohet, janë një sër investimesh të tjera, ku unë do të përmendja dhe po e filloj nga Perëndia, ku ose harrova pak më parë, po është dhe riasfaltimi i rrugës kryesore Kuçov-Perëndi që është në punë e sipër. Paralelisht me këtë punë, gjatë 2026-s do të kemi rikualifikimin e rrugës që pothuaj mund të quhet edhe si një rrugë paralele e rrugës kryesore, po për banorët e njohin rrugën nga Ish Furri Bukës dhe del tek Kisha e Perëndisë dhe në qendër të fshatit Perëndi. Do të kemi rikualifikim të 2 lulishteve në qytet dhe disa sheshe të grup pallateve. Për lulishte do të sheshe në hapësirat publike në brendësi të pallateve, ku luajnë fëmijë. Pallateve, po. Edhe ku që jo vetëm që luajnë, por edhe që pushojnë banorët. Për lulishte do të përmendja lulishten që është këtu në qendër të qytetit, ose siç njihet Parku i Pishave, që është në qendër dhe tek bashkia godina e bashkisë, dhe gjithashtu edhe lulishten që është tek teknikumi, siç e njohim ne. Dhe janë dhe 5 sheshe pallatesh që do të kenë rikualifikim brenda këtij viti. Ne do të vazhdojmë me rrugën tek që njihet si rruga e Kodra e Përpunimit, do të vazhdojmë me rrugën te lagja e Brisjeve, që njihet si lagja e Brisjeve. Një pjesë është në fazë vlerësimit, sepse është në procesin
e tenderimit, dhe është në fazë vlerësimi, shumë shpejt do të kemi mbas edhe infitues dhe brenda pak javëve do të fillojë nga puna, por ndërkohë për 2026 kemi parashikuar një zgjerim edhe përtej kësaj lagje që do të mbulojë gjithë pjesën e asaj që ne e quajmë Kuçove Vjetër ose të gjithë lagjes së brisjeve. Do të kemi rikualifikim të rrugës në fshatin Salce Poshtme. Do të kemi rikualifikimin e lagjes në fshatin Avales, të lagjes që i thon ana e malit, sepse një pjesë e fshatit me rrugët e brendshme është mbyllur më shpejt nga ana jonë dhe brenda këtij viti do të fillojë nga puna, siç po them, të lagjes ana e malit. Do të kemi rikualifikim përsëri të lagjes post blok vjet, jo në 2025, por në 2024 ne kemi bërë një pjesë të lagjes, ose do ta ndaj pjesën lindore dhe pjesën perëndimore, sepse është rruga kryesore që i ndan të dyja lagjet. Pjesën lindore ne realizojmë 2024, ndërkohë për 2026 ne kemi parashikuar që edhe pjesa tjetër e lagjes të kalojë në një pjesë rikualifikimi për sa i përket infrastrukturës rrugore. Janë dhe disa investime më modeste, prap në fushën e infrastrukturës rrugore, por nuk po i përmend sepse janë më modeste në kuptimin e investimit. Natyrisht që këto janë investime që prekin drejt për drejt cilësinë e jetës së qytetarëve të Kuçovës, që natyrisht ata janë të ndjeshëm për këtë pjesë dhe si pasojë e ndjeshmërisë dhe kërkesave të tyre ne po veprojmë. Kur të vini herën tjetër në fund të vitit mbase për të bërë mbylljen e vitit, të jeni të bindur se të gjitha këto që unë i përmenda do të jenë në punë e sipër ose të përfunduara, sepse varet nga periudha se si do të vazhdojnë procedurat. Zot Hajdari, mua më vjen mirë që ju përmendet një bum investimesh që janë të prekshme për qytetarët e Kuçovës, por unë do të përmendja dhe një investim ndoshta modest apo pjesë e bashkisë së Kuçovës për shtëpinë e ushtarakëve në Kuçovë, që është diçka që jo shumë rrethe ose bashki të vendit e ka dhënë prioritet këtyre shtëpive të ushtarakëve. Kjo më bazë ndodh parasysh sepse në Kuçovë është baza ajrore e Kuçovës dhe është domosdoshme kjo shtëpi, apo është ngulja juaj si kryebashkiak për t'i dhënë Kuçovës atë që meriton? Natyrisht që ai investim është kryer nga Forcat Ajrore, nga Ministria e Mbrojtjes, dhe është në funksion të bazës ajrore, por këtu nuk ngelet minjat edhe këmbgulja e bashkisë, sepse natyrisht baza ajrore, aviacioni për Kuçovën janë identitet dhe nuk mund ta linim atë godinë të rënuar, ndërkohë që ne pretendojmë dhe jo vetëm që pretendojmë, por gjasat janë që ajo bazë do të ketë një zhvillim shumë më tepër se sa është aktualisht. Nuk e di ndoqët apo jo edhe përpara disa viteve, po patjetër po që ndoqët dhe bile do të them që u bë një kronikë goxha e mirë dhe me aviacionin mik, avionët mik që janë historia e kësaj baze. Historia e kësaj baze, po është e vërtetë, kështu që natyrisht që ndikimi i bashkisë në një rast të tillë në jetëzimin e një baze ajrore shumë minimal, për të thënë vërtetën, por tregon që vëmendja e qeverisë është e kthyer jo vetëm nga ushtria dhe mbrojtja, por konkretisht nga për zhvillimin e bazës ajrore si bazë NATO-s, duhet të them, dhe natyrisht pjesa e shtëpisë oficerave që ju e keni parë që është kthyer në një godinë moderne, do të jetë një hoteleri, po themi, në funksion. Bilet e godinë, më falë se të ndërpres, inspektuan dhe drejtuesit e lartë, kam qenë prezent dhe i për një kronikë prezent me drejtuesin e Forcës Ajrore të ushtrisë,
e pam ishte në fazat përfundimtare dhe shumë shpejt do të ketë ajo gjallërinë e saj. Përveç saj, unë kisha një pyetje tjetër, ndoshta do të ishte pak ndoshta pa interes për shumë njerëz, po për qytetin dhe për atë shtëpi është tepër historike. Para kësaj shtëpie ju ish vendosur një avion për të dhënë kujtesën e historisë mik. Është vendosur një avion në bashkëpunim, ka qenë një bashkëpunim i bashkisë me natyrisht me forcën ajrore, dakordsi. Është vendosur avioni një kujtesë për të dhënë brezave atë çka historia e kësaj fushë aviacioni. Fushë aviacioni është për Kuçovën, por ajo është një gjë shumë e vogël në krahasim me ambicjet që kemi ne si bashki, se më bëre mirë që ma kujtove. E di që këto dalësh, se për shumë kemi për atë bisedë. Është shumë e vogël në krahasim me ambicjen që kemi ne, jemi duke punuar, madje kemi një, si thua, maket të një projekti për ndërtimin e muzeut industrial, por që do të jetë i fokusuar në 2 shtyllat kryesore, ato që janë baza e ndërtimit të qytetit Kuçovës, që është aviacioni dhe nafta. Jemi duke punuar, jemi në ecuri shumë të mirë deri në këtë fazë dhe besoj që brenda këtij viti do të kemi një lajm goxha të mirë për veten dhe për qytetarët e... Po, zot Ajdari, për ta sqaruar më shumë për shikuesit e emisionit, shpeshherë Kryebashkia kur sa herë kemi ardhur në Kuçovë, kemi promovuar aktivitetet, kemi ndjekur gjithë punën dhe infrastrukturën e Bashkisë së Kuçovës. Zoti Ajdari ka ngulje më të madhe përveç infrastrukturës për të qenë sa më afër qytetarit. Synimin tënd dhe atë brengën e tij të madhe ka atë muze që do bëj atë muzeun që t'ia përshtas i qytetarëve të Kuçovës, për gjithçka nuk zgjidhet nëse ti nuk largohesh nga bashkia derisa ta zgjidhësh të problemin që ti ke të fiksuar vetëm te muzeu për të dhënë Kuçovës atë historinë që ka në realitet fatikisht. Nuk është fiksim pa baza. Jo, ta thash pozicionin e plot që ti kërkon po të japësh muzeun. Sepse realisht për qytetarët e Kuçovës është identitet. Historia mësues. Nuk duam thjesht një muze për të ruajtur memorien apo nostalgjinë e një brezi apo disa brezave. Ne duam një muze që përveç ruajtjes së historisë dhe të jetës dhe të punës së një brezi të caktuar që ka punuar në Kuçovë, ne duam që atë muzeun ta kemi edhe një si një pol ose si një pikë ku përveç të shkuarës të shikojmë nga ardhmja. Ne duam që nëpërmjet atij muzeu të kemi mundësi të thithim vizitor, turist, në vendas apo të huaj, dhe që Kuçova, që për shkak të ndërtimit të saj nuk është se ka shumë atraksione se çfarë mund të vizitojmë, por nëpërmjet një muzeu të tillë ne kemi mundësi të tërheqim vizitorët. Ta nuk duam thjesht një muze për histori, por duam edhe një muze për zhvillimin ekonomik të qytetit në të ardhmen. Sa të kalojmë të ajo pyetja tjetër, unë do të kisha një pyetje tjetër, domethënë se brenda shpeshherë Bashkia e Kuçovës promovon shumë aktivitete, po i bën organizimin në një mënyrë pavarësisht se është një bashki e vogël me mundësi, po një bashki që promovon vlera shumë të mëdha. Si arrin të organizoj bashkia juaj në këtë? Pasi shpesh më ka lënë në memorien time si gazetar që unë vi shpesh në Kuçovë që kjo bashki organizon evente shumë të mëdha dhe me njerëz shumë të lartë të artit, kulturës, gjithçka. Si? Ku i gjen? Me punë. Jo, ku i gjen Kryebashkia ku bashkë me drejtoreshin e kulturës? Natyrisht ne nuk është se kemi financa shumë të mëdha të dedikuara për këtë sektor, por gjithsesi arrim të menaxhojmë dhe më vjen mirë që keni konstatuar dhe ju, arrim të menaxhojmë një serë aktivitetesh që janë kulturore, më së shumti, letrare, të cilat jo vetëm që realizohen këndshëm dhe bukur, por janë edhe të shpeshta, se nuk janë as rralla, me thënë vërtetën. Unë do të përmendja ca
do të përmenda ca zoti Hajdari nëse do mundesh të më lësh, duke filluar nga kinemaja në Kuçovë, që rrallë kinemaja kanë bërë në Shqipëri, bashki të ndryshme, duke filluar nga panajiret që janë të spektaklit të ndryshme dhe shumë të mëdha, pak a shumë ne kemi ndjekur një horizont të madh në panajire në shumë bashki të tjera, duke filluar në koncertet që organizon në sheshin që i keni ose në parkun që i keni në hyrje të qytetit, pasi ke dhënë simbolin e tubave, dhe që janë një histori e mbarë, industri që e shëtoni në mënyrën e një parku shumë të bukur, gjithçka organizohet në një mënyrë shumë perfekte. Kjo do të thotë një iniciativë që Bashkia e Kuçovës ka atë nostalgji që organizimet e viteve para 90 pasi ishin gjërat në dorën e një institucioni, apo thjesht është mënyrë organizuar në mënyrë të bukur që thithni qytetarët të kenë pjesë, pasi sheshet mbushen. Ne mundojmë të bëjmë më të mirën tonë, si institucion. Mundohemi që të kemi një program sa më të larmishëm, jo vetëm në mbushjen e datave të caktuara, por të larmishëm edhe në kategori, si me koncertet, si me valltarët, si me librin, si me kineman, dhe të përfitoj edhe nga rasti, edhe pse është akoma pak shpejt, por duhet të njoftoj juve si gazetar, në televizionin, po dhe publikun, që në vazhdim në atyre që ju thatë, ne këtë vit kemi marrë përsipër një aktivitet shumë më ambicioz se sa këto që thatë ju, do me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës në Kuçovë, në muajin tetor do të zhvillohet festivali ndërkombëtar i filmit, i kinematografisë ose i filmit, dhe është një projekt shumë ambicioz, të cilin ne synojmë ta realizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke patur këtë lloj eksperience që e përmend pak më parë, që ishte eksperiencë lokale ose dedikuar dhe kombëtare. Tani Bashkia e Kuçovës të kalojë çdo lloj kufiri. Të kalojmë kufit dhe unë besoj se do arrim ta realizojmë një aktivitet goxha të bukur, ku për disa ditë, jo thjesht një ditë, ne do të presim kineast, regjisor, aktor nga vende të ndryshme të rajonit dhe të botës, jo vetëm të rajonit. Shpresojmë që fjala juaj të jetë gjithmonë për qytetarin, ashtu si ka qenë zoti Hajdari, dhe të kalojë përsëri te ato investime. Ju përmendën shumë investime që Bashkia e Kuçovës i ka pas për vitin 2025 dhe në vazhdim 2026. Mos vallë këto investime janë të dukshme që të prekin qytetarët? Janë shumë të dukshme. Kërkoj ndjes shikuesve. Janë shumë të dukshme, sepse sidomos ato që janë investimet e infrastrukturës janë goxha të dukshme dhe të prekshme nga qytetarët. Për të kaluar te pyetja tjetër, cilat janë projektet më të mëdha zhvillimore që pritën të përfitojnë Bashkia e Kuçovës në periudhat në vijim dhe në sektorët që prekin ato? Po, ne presim gjatë këtij viti, përveç këtyre që unë përmenda, se ato janë investime që janë të miratuara me buxhetin e bashkisë nga Këshilli Bashkiak, me propozimin tonë kuptohet, por gjithashtu presim edhe investime të tjera që kanë bëjmë me aplikimet që ne bëjmë në bazë të thirrjeve që vijnë nga qeveria apo dhe nga partnerët huaj. Presim investime nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, kryesisht në infrastrukturë përsëri. Presim në infrastrukturën bujësore të ujitjes nga Ministria e Bujqësisë. Presim gjithashtu dhe investim për ujin e pishëm apo kanalizimin e ujrave të zeza. Këtë radhë mendojmë që mund të marrim një lajm të mirë për banorët e fshatit Geg, të cilët në fakt ne u kemi parashikuar ndërtimin edhe një rrugë të një lagje që quhet lagja Brigada e dytë për këtë vit. Por lajmi i mirë do të jetë në rast se ne do të na konkretizohet kjo që unë thash pak përpara,
që ka të bëjë me ujin e pishëm dhe kanalizimin e ujrave të zeza. Këto janë ato çka ne presim për këtë vit nëpërmjet, si thuaç, kanaleve të tjera, jo burimeve të financimit të bashkisë, por nëse flasim qershia mbi tort, për sa i përket pjesës së investimit, do të jetë rikualifikimi i bulevardit dhe sheshit qendror të qytetit, e natyrisht edhe ajo që e tham më herët, edhe muzeu i qytetit. Këto janë prioritete për këtë vit që priten, me financime dhe me mbështetjen qeveritare. Shpeshherë u shikojmë në rrjetet sociale që jeni pjesë e përditshme në takime me qytetarë, sidomos me fermerët. Sa aktivitet ka kryer Bashkiaku Hajdari me të gjithë fermerët që mbulon Bashkia e Kuçovës? Natyrisht që ne, jo vetëm kryetari, sepse puna e bashkisë nuk është vetëm puna e kryetarit, është puna e gjithë administratës apo punonjësve, dhe ne mundohemi të jemi sa më afër qytetarëve, jo vetëm fermerët. Ajo që ndoshta merr vëmendjen më shumë edhe në rrjetet sociale, siç e keni konstatuar dhe ju, mbase duket sikur jemi të fokusuar te fermerët, sepse janë pak më distant nga qendra administrative, le të themi, dhe natyrisht që duan pak më tepër vëmendje. Jemi munduar të bëjmë takime, ato takime nuk janë sa për të kaluar ratën. Ne mundohemi që nëpërmjet këtyre takime të marrim shqetësimet e banorëve drejt për drejt, edhe pse me thënë të vërtetën më vjen edhe pak keq, sepse një pjesë e fermerëve i neglizhojnë këto takime dhe natyrisht që ne pretendojmë të kemi takime me sa më shumë fermerë në mënyrë që të marrim informacionin sa më masiv, që të kemi mundësi të korrigjojmë apo të rregullojmë atje ku duhet, por gjithsesi mesazhi merret edhe me një pjesë të banorëve, por kjo është logjika që ne mundohemi të zhvillojmë gjatë takimeve. Për të kaluar te dy pyetjet e tjera, po më parë do ta nisja tek ajo pjesë. Shpeshherë në Bashkinë e Kuçovës shoh në lëvizje apo edhe vetë nga ju apo nga rrjetet sociale gjitha që shpeshherë i bëni kritika qytetarëve në mënyrën e neglizhimit në pjesën e mbeturinave apo ato që nxjerrin nga shtëpitë e tyre drejt të koshrave të mbetjes. Pikërisht sot jemi drejt për drejt dhe do të ishte një mesazh i mirë nga ju për këta qytetarë që çdo gjë të hidhen në vendin e caktuar dhe jo për të abandonuar ambientin, pasi Kuçova ka një ambient shumë të bukur dhe shumë të pastër në zonë kodrinore, pasi ka dhe një zonë shumë të bukur të mbjellura me ujë. Unë e them gjithmonë këtë pjesë që në rast se flasim për jetën komunitare, jo gjithmonë duhet treguar gishti ndaj institucioneve. Natyrisht që institucionet, bashkia në rastin konkret ka përgjegjësinë e saj, nuk diskutohet kjo pjesë, por kur flasim për jetën komunitare, si nga vetë fjala e jetë komunitare, duhet të jemi të gjithë, të marrim pjesë të gjithë dhe të jemi përgjegjës të gjithë. Unë nuk flas dhe nuk kritikoj asnjëherë sjelljen qytetare për mënyrën e hedhjes së mbetjeve, mbeturinave, por ajo që vihet e re është një thirrje. Po pra, ajo që vihet e re është që dhe te kjo pjesë këmbgul që mbetjet jo urbane, jo shtëpiake, nuk e kanë vendin tek koshat. Kanë vende të tjera të caktuara ku ato duhet të hidhen sipas ligjit, por koshat janë vetëm për mbetjet urbane. Natyrisht që ka vend për përmirësim edhe nga ana jon kjo pjesë, jemi duke punuar, por me radhë dhe natyrisht që do kemi përmirësime akoma më shumë edhe në këtë pjesë. Natyrisht që pjesëmarrja qytetare duhet. Për të kaluar tek ajo pjesa që është pak thelbësore për Bashkinë e Kuçovës. Jemi në sezonin e pranverës
në sezonin turistik, çfarë do kishte kryebashkiaku Hajdari, një thirrje për qytetarët, për turistët, për gjithçka që viti dhe turizmi sapo niset, të përfundojë ashtu si zoti Hajdari mendon në institucionin e tij bashkiak. Natyrisht që vizitorët kanë çfarë shikojnë dhe në Guçovë. Nëse flasim Guçovë, nuk flasim vetëm për qytetin e Guçovës. Guçova është një bashki e madhe. Mbase edhe nga sipërfaqja patjetër që ka bashkime të mëdha se sa Guçova, por është një bashki e madhe dhe që ka resurse goxha të mira ose vende për të vizituar goxha të bukura. Unë do ta filloja që nga zona e Lumasit që ka natyrë, ka burime, ka kanjone, nuk ka vetëm skrapari, ka shpella për të vizituar, ka kisha shumë të vjetra, kisha e Perondis, kisha e Kozares, madje prej 2 vitesh është dhe rekonstruktuar pas një zjarri që ishte shkatruar përpara 15 vjetësh. Është rekonstruktuar dhe është bërë e përdorshme, le të themi, edhe e përdorshme për besimtarët, por edhe aksesueshme nga turistët, nga vizitorët e tjerë. Kështu që ka gjëra çfarë mund të përveç sa ka dy rezervuar të bukur paksi e tham pjesën e natyrës ka rezervuar ne kufizojmë me Lushin dhe me Belçin te rezervuari i Thanës, që është një pronë e përbashkët e të tre bashkive, ka rezervuarin e Gorajt, që ka një natyrë shumë të bukur, ku madje në rrethinat e këtij liqeni ne kemi edhe një zonë të cilën ne kemi si zonë prioritare për paketën e maleve. Shfrytëzoj momentin që jam këtu me ju dhe me publikun që të gjithë ata që janë të interesuar për të investuar në pronat e të parëve të tyre apo në pronat të cilat ata mund t'i kenë në përdorim ose mund t'i kenë patur në përdorim gjatë këtyre viteve, të vinë të interesojnë të bashkia apo të aksesojnë nëpërmjet faqes zyrtare në internet të bashkisë apo dhe në Facebook, të shikojnë dhe të orientohen për zona zhvillimore të cilat janë miratuar nga bashkisë dhe nga qeveria, dhe të shikojnë mundësinë e investimit dhe të zhvillimit, sepse janë mundësi shumë të mira për të investuar. Kështu që ka vende edhe për të investuar, natyrisht edhe për të vizituar. Zoti Hajdari, pikërisht ne jemi në fund të emisionit, por para se ta mbyllsha, unë do doja një mesazh tuaj të fortë për qytetarët e bashkisë suaj. Sa ton të fort. Sa mundësi ka kjo bashkiaku për t'i thënë qytetarëve? U them qytetarëve që administrata e bashkisë është gjithmonë në krye të punëve, ashtu sikurse kemi punuar në vitet e fundit, do të vazhdojmë të punojmë. Taksat e tyre përkthehen në investime konkrete për qytetarët, për banorët e zonës, dhe patjetër që edhe në vitet në vijim do të shkojnë në shërbim të qytetarit dhe atje ku ka nevojë qytetari. Miq e mi, siç e shikoni, çdo emision ka një fillim, por ka dhe një fund, duke falendëruar zotin Hajdari që ishte pjesë e emisionit Personazhe në fokus edhe për këtë të shtunë, për të takuar të shtunën e ardhshme me një personazh tjetër. Së bashku me kryebashkiakun u themi mirupafshim të shtunën e ardhshme. Mirupafshim.